Si ndikojnë këto filtrat që ti përmende, filtrat që të gjithë i përdorim tashmë në shëndetin mendor? Dëshirojnë të arrijnë pa diskutim dhe me ngulm atë perfeksionin që tashmë na ofrojnë rrjetet sociale. Vetbesimin e tyre e varin tek një trajtim i caktuar. Vetpranimi është shumë i rëndësishëm. Duke qenë se këta izolohen, krijojnë ankth social. Smurfia është një temë tepër serioze. Është rregull që çdo klinik të këshillojë një psikolog. E ftuara që kam sot është një profesioniste e shëndetit mendor, e cila është e njohur për mënyrën e qetë dhe delikate dhe mjaft njerëzore se si ajo trajton temat të mirëqenies psikologjike. Në fakt, me platformën e saj psikiatri.al ka ndihmuar shumë persona dhe sot është këtu për të na bërë të kuptojmë më shumë se si ndikojnë trajtimet estetike në mirëqenien tonë psikologjike. Faleminderit Denisa që ke pranuar ftesën për këtë episod të podcastit të Afërdita Estetik Spa. Kam shumë kohë që e pres këtë ftesë dhe po më ngel te hatri, avash. Jo vetëm si doktoresh Denisa, po si një kliente dhe paciente prej 10 vitesh. Duke qenë se në rrjetet sociale më pyesin gjithmonë, doktoresh, unë jam gati tani, po shkoj tek të 40-të. Dhe më thonë, nuk dukesh. Pikërisht. Thotë, si ka mundësi që ke këtë fytyrë kaq të pastër? Dhe unë jam krenare, por këtë duhet ma thuash ti çfarë më ke bërë në 10 vjet. Si përshoj e mirëmbajtje së vazhdueshme të trajtimeve që ke kryer me konsistencë në kohë, padyshim. Mendoj që mënyra apo ajo që ti mban mend më shumë është mënyra se si janë tjerë. Emocionet janë ato që na bëjnë ta kujtojmë. Po, pikërisht, unë kam krijuar një lloj varësie. Sa herë vjen në Shqipëri, bën trajtime, e di. Sa herë vi në Shqipëri, rezervoj një herë oraret e mia këtu. Zë ato ditët ku unë dua të relaksohem, ku unë dëshiroj që të bëj një trajtim për fytyrën time dhe më pas bëj planet e tjera. Pra e kam prioritet. Dhe në fakt kjo është varësia më e shëndetshme që mund të kemi. Fiks. Edhe unë padyshim si ty kam kryer trajtime estetike dhe shumë njerëz të tjerë. Pse zgjedhim të kryejmë trajtime estetike? Vjen kjo si pasojë e dëshirës për të rritur vetbesimin apo si pasojë e një presioni social? Atëherë, është pyetje paksa komplekse, por mund ta kategorizojmë në 2 tipologji njerëzish. Këtu flasim dhe për meshkujt dhe për femrat, sepse tashmë nuk ka dallim gjinie më mjekësia estetike. Atëherë, kemi vajza djem të cilët shikojnë tek vetja e tyre një defekt dhe dëshirojnë ta përmirësojnë. Dhe kjo është krejt normale. Ne zgjedhim se çfarë na bën të ndihemi më mirë. Okej? Në momentin problemi qëndron tek disa persona të cilët totalisht vetbesimin e tyre e varin tek një trajtim i caktuar. Dhe dëshirojnë të arrijnë pa diskutim dhe me ngulm atë perfeksionin që tashmë na ofrojnë rrjetet sociale. Jetojmë në një botë ku filtrat marrin më tepër like se sa diçka natyrale, apo s'është kështu? Në fakt, në periudhën që po jetojmë, është shumë e vërtet që na serviret një perfeksionizëm i tepruar, do të thoja, në rrjetet sociale dhe kryesisht vëre që në grup moshat e reja ka një tendencë për të kryer dhe për të nisur shumë herët trajtimet estetike, të prirur për të ngjarë më shumë me disa figura të njohura, të cilat janë pjesë e rrjeteve sociale. Si ndikojnë këto filtrat që ti përmende, filtrat që të gjithë i përdorim tashmë në shëndetin mendor, në mënyrën se si e shohim veten pastaj në realitet? Kemi një grup mosh, meqense fole për të rinjt kryesisht, të cilët duhet disi dhe të paralajmërohen ose të edukohen se çfarë do të thotë të shkosh tek mjeku estetik. Kryesisht flas këtu për moshën nga 16, sepse fillon në moshë të hershme tashmë, deri në moshën 23 vjeçare. Pra, në këtë moshë nuk është formuar akoma identiteti yt. Dhe unë personalisht do kisha vënë një ligj që të ndalojë në mënyrë definitive, flas për trajtime invazive si fillerat, botox e tjerë, pastrim fytyre, gjëra të lehta. Po, këto mund të kryen edhe nga adoleshentët. Po. Pra, si ndikon? Ndikon nga një anë mirë
sepse ti krijon imazhin tënd të dëshiruar, por nga ana tjetër, çfarë do thotë vesh filtra? Nuk pranon realitetin tënd, nuk pranon dot fytyrën tënde, nuk pranon dot trupin tënd. Dhe këtu nis problemi. Pra, problemi nuk është vetëm pasqyra e jashtme, por fillon tjetër dhe pasqyra e brendshme. Dhe aty fillon kujdesi. Pse e thash dhe pak më parë? Vetbesimi, nëse fillon dhe varet nga një seri trajtimesh që ti bën, atëherë ndoshta duhet merresh pak më tepër me psikikën tënde sesa me mjekun estetik. Ka një limit ku nuk e di se sa është integruar në Shqipëri, por është rregull që çdo klinik të këshillojë një psikolog në momentin që vëre që pacienti apo egzageron disi. Dhe mendoj që duhet të aplikohet. Mund të tregoj një eksperiencë timen. Para 10 vitesh besoj, shkova në një klinik goxha serioze në Tirana. Atëherë nuk kisha rrudha, nuk kisha probleme me fytyrën time. Kisha dëgjuar që gjitha bënin botox, tash po shkoj edhe unë para 10, po pra si gjithë të tjerët. Vajta dhe takova mjekun dhe shkoj kam ardhur për të bërë botox. Bëra konsultën, më tha, po çfarë problemi ke ti më tha mua? Nuk e di tash, kam disa rrudha këtu aty, nuk e di. Nuk pranoj të ma bënte botoxin. Ika dhe reflektova, pasi ajo është një klinikë private, në fundit para do merrte, por profesionalizmi i tij, profesionalizmi i tij më bëri të reflektoj dhe thash me veten time, kur ky refuzoi dhe pagesën, vetëm që unë të shikoja pak sa veten time brenda, dhe aty stopova, thash do ta lë, sepse në fundit ndoshta është një kompleks imi, askush tjetër nuk e shikon. Bëhet fjalë për shëndetin mbi të gjitha, kështu që është shumë e rëndësishme kur kemi përballë pacientin të vëmë primare shëndetin sesa anën monetare. Unë do të pyes edhe a ka evidenca të cilat tregojnë këtë ndikim në anën e shëndetit mendor të trajtimeve estetike? Evidenca shkencore ka, pasi tashmë të gjithë drejtohen tek estetistët, ose tek mjekët estetist, dhe ka persona të cilët kapen vetëm tek pamja e tyre e jashtme, investojnë jashtëzakonisht shumë tek ajo. Dhe nuk ka asgjë të gabuar, është shumë mirë. E tham të pak më parë, unë jam e para që trokas gjithmonë tek një mjek estetik. Por mund të shkaktoj gjendje ankthi, depresioni dhe perfeksionizmi është shumë i rrezikshëm. Kur ti kërkon të jesh gjithmonë dhe më perfekt. Pse? Sepse cila është ajo vija ndarëse, duhet të ketë një limit, një vijë ndarëse që ndan të bëjë trajtime estetike pa shkuar drejt kësaj manis për perfeksionizëm. Ka një vijë ndarëse? E ke dëgjuar ndonjëherë atë shprehjen ti ke një defekt mrekullueshëm që të shkon? Nuk e njohim ne këtë koncept, por ka persona që kanë defekte, por pa atë nuk do ishin aq të bukur sa ç'duken me atë defekt. Dhe njerëzit do të fillojnë ta kuptojnë këtë gjë. Ne nuk do jemi të gjithë Kim Kardashian, tash po bëj këtë emër megjithëse e njohin të gjithë. Dhe vetpranimi është shumë i rëndësishëm. I vetmi që mund ta kuptoj këtë është një estetist i cili e ndjek pacientin vazhdimisht. Do të tregoj një shembull. Sepse ndonjëherë estetika të bën ty njeri jo estetik në pamje. Dhe këtu është limiti. Kishim një kolege, ti e di që unë punoj në Gjermani. Po. Dhe sa herë shkonte në vendlindje, nuk ishte gjermane, por shkonte në vendlindje, kthehej gjithmonë me këto buzët më të mëdha, saqë dimensioni nuk i përshtatej me formën e fytyrës. Dhe pacientët e përkufizonin, mbaj mend që pyeta një pacient, thash kush mjek të ndjek? Ajo me buzët e mëdha. Domethënë, ti fillon të identifikohesh me këtë defekt. Derisa një ditë, dhe në fakt ky realitet i bëri mirë asaj sepse filloi të stoponte. Vjen një pacient thotë, "Kjo është doktoresha me buzët e mëdha që tash." Para asaj, stepi. Dhe shumë shiko, se nuk po dinim se si t'ja thonim që po egzageron pak sa, molca, buzë, etj.
Dhe shikoj, thash, ndoshta unë ndjeve keq, sepse vërtet ajo unë ndje keq, tha, po ky tha, buzët e mia shikon, ju du gati si një reagim seksist ndaj saj. Thash, nuk e bëri me atë tendencë, por sepse fakti që ti tashmë dimensionet i ke paksa jo të përshtatshme me fytyrën tënde, po të identifikon. Kështu, mendoje ndonjëherë dhe anën psikologjike tënde, ku i ke problemin. Pra, aty filloi të reflektonte, kur pa që të gjithë njerëzit po identifikonin me buzët. Dhe asgjë që është estetike nuk duhet të egzagerohet, sepse të kthehet si bumerang mbrapsh dhe janë disa defekte të cilat nuk rregullohen më. Megjithatë, ndoshta është edhe kjo jetesa që ne të dyja kemi pasur në Gjermani, por mendoj që edhe këtu po fillon të shkoj pak më shumë drejt natyrales. Njerëzit po e preferojnë më shumë natyralen edhe trajtimet estetike unë i vëre edhe kur vinë në klinik, preferojnë që të ruajnë naturalitetin. Më pëlqen kjo në fakt. Është shumë mirë, unë jam e para që bëj shumë por ruaj ato dimensionet e fytyrës time. Ama duhet të themi edhe diçka. Në Shqipëri ka një problem të madh. Sa parukeri bëjnë sikur janë estetistë. Sa parukeri aplikojnë gjilpëra të cilat nuk lejohen. Pra, ka ambiente të cilat shkaktojnë më shumë dëme se sa përfitime për personat. Por për mos të shpenzuar, nuk e di pse e bëjnë, për mos të shpenzuar para, nuk e di se unë nuk jam brenda klientelës në Shqipëri, por... Shiko, kur krijohet problemi, ti duhet të shpenzosh akoma më shumë pastaj që ti japësh zgjidhje, kështu që kjo hidhet poshtë automatikisht, për mendimin tim edhe çfarë kam vënë re nga eksperienca këtu në klinik. Sepse vinë pastaj për të korrigjuar problemet e dikujt tjetër. Edhe hajde ti korrigjosh, është shumë e vështirë dhe kanë dhe pretezat mëdha që dua të jem kështu. Po prit njerëz se ti e ke bërë dëmin, si ta rregullojmë, do kohë, apo jo, trupi do kohë që të riabsorboj disa gjëra. Pra, vajzat djemt që dëshirojnë të bëjnë diçka të tillë, duhet të interesojnë mirë ku po e bëj unë këtë trajtim. Është një klinikë serioze, është një mjek, është një infermier, çfarë dore do aplikohet tek unë. E di që shpesh përveç kësaj se cilin kush po ja bën trajtimin, nuk ja kanë iden as çfarë produkti po përdorin. Kur vinë që bëj konsulta me shumë klient, i them më përmendin një historik të trajtime që kanë kryer më parë në klinikat të tjera dhe i pyes se çfarë trajtimi ke bërë ose çfarë produkti është përdorur, nuk e kanë iden. Thjesht kanë bërë trajtime estetike, ndërkohë që ajo që pëlqejnë më së shumti pastaj është mënyra se si këtu marrin të gjithë informacionin e dur. Është shumë e rëndësishme që të kesh dhe informacion se çfarë po bën, çfarë trajtimi po bën, si ndikon fillimisht në lëkurën tënde apo në pamjen tënde dhe pastaj se si ndikon edhe në anën psikologjike kur ti ndihesh më mirë nga rezultati përfundimtar që merr në trajtim. Po, jo çdo kush i dedikon pacientit kaq kohë, sepse disa shkojnë me ide të qarta, tregojnë një foto, i dua buzët kështu. E kupton? Dhe terapisti nuk e merr kohën që ti thot, po prit sepse fytyra jote ose nuk të shkon. Forma e buzës që ke ti nuk mund të bëhet kështu. Po, e provoj një herë, 2 herë, 3 herë derisa zhdeformohet ajo edhe hajde ta zgjidhësh atë çështjen pastaj. Por komplekse. Denisa, ka dhe një problem tjetër që shkon përtej trajtimit estetik kur kemi një kompleks. Është ajo e disformisë trupore. Mund të na shpjegosh pak më tepër si term se çfarë do të thotë dhe çfarë këshille do të na jepje ne profesionistëve estetik kur përballemi me një rast të tillë, si ta identifikojmë fillimisht dhe më pas si ta trajtojmë. Atëherë, dismorfia është një temë tepër serioze, sepse njihet shumë pak në fakt. Flitet shumë pak, gjithandej. Do të thotë që një person shikon një pjesë të trupit të tij me dimensione më të mëdha ose më të vogla. Për shembull, ke vajzë që thonë e kam hundën shumë të madhe. Por ti që e shikon, thua nuk e ke të madhe hundën. Jo, është shumë e madhe, duhet ta ndryshoj. Okej që ta bëjmë praktike sqarimin, kjo vajzë shkon bën një operacion hunde, shumë bukur, i pëlqen, pas pak kohësh dëshiron një ndërhyrje tjetër. Buzët, shembull tjetër. Pra, nga një trajtim tek tjetri, sepse nuk stopon dhe nuk i pëlqen asnjëherë vetja. Ka dhe diçka shtesë. Nuk është vetëm tek sa herë ti bën trajtime, por tek
se sa ti fiksohesh me këtë mendim. Pra, ti fillon të rriqesh nga jeta sociale. Pse? Sepse nuk e hundën perfekte që shoqëria mund të pranoj. Ti nuk ke më shoqëri, ti qëndron i izoluar, nuk pranon dot vetveten. Dhe madje, specialistët që merren me dismorfin thonë që këta pacient mendojnë mbi këtë çështje në ditë nga 1 deri në 8 orë, pra ti 8 orë në ditë, imagjino, mendosh gjatë gjithë kohës si është hunda ime, ose si do i duket atij hunda ime, është më mirë mos të dal nga shtëpia, është më mirë të rriej izoluar, etj, etj. Kthehet në një mani, domethënë, apo kthehet në një obsesion, okay. I cili, nëse ne në psikiatri kemi dhe diçka tjetër, zakonisht kur një pacient ka një diagnozë, i bashkangjitet gjithmonë një tjetër. Duke qenë se këta izolohen, krijojnë ankth social. Sepse kërkojnë gjithmonë përgjigje si do i dukem unë X personin nëse më shikon me këtë hund. Mbarove punë me hundën, si do i dukem unë nëse më shikon buzët që janë perfekte, etj. Si mund ta identifikojmë një rast të tillë, kur kemi të bëjmë me një rast të tillë? E identifikon sepse ti shikon se sa përsëritës është pacienti. Ti shikon që ai nuk është asnjëherë i lumtur. Të ma mbushesh edhe pak këtu. Më mbush edhe një çik këtu sepse nuk është mirë. Po sikur ta bëjmë herën tjetër kështu. Etj. Nuk stop, e kupton direkt. Çfarë duhet të bëjmë në këtë raste? Pa diskutim, terapisti duhet të ndaloj, ta këshilloj me profesionalizëm që të shkojë në një psikolog, që të shkojë në një psikiatër. Është pak e vështirë. Është pak e vështirë, po duhet normalizuar kjo çështje, sepse përgjegjësia pastaj mbetet tek ty, tek terapisti. Shumë e vërtetë. Dhe vjen një ditë e bukur që thotë, s'ma për hundën mirë ti mua, faji është yti. Pra, këta janë pacientët e parë që denoncojnë profesionistët, se nuk e pranojnë vetveten. Dhe ekzistonte dismorfia tek meshkujt, flitet shumë pak, dhe karakterizohet në këtë lloj forme. Zakonisht meshkujt që bëjnë shumë palestër, nuk janë asnjëherë të lumtur me këtë formimin e muskujve etj. Dhe duan të jenë gjithmonë kanë tendencën për më shumë, etj. Dhe kjo është një formë dismorfie. Ata nuk gjejnë asnjë vlerë tek vetja e tyre përveç muskujve. Dhe kjo është një lloj dismorfie që flitet shumë pak. Domethënë, këta persona ku i gjejmë kryesisht në përqendrat estetike dhe në për palestra. Dhe abuzohet. Klinikat pak serioze i kanë si peshku që kapi në grep, thonë shyshyr erdhi ky. E dim që do paguaj, nuk na intereson se si do duket, rëndësi ka paraja. Edhe këtu është profesionalizmi që mungon. Shpresoj të ketë një ndërgjegjësim edhe në këtë aspekt. Shpresoj. Mendoj që ka ardhur koha edhe po ka ndërgjegjësim, por shpresoj që të jetë akoma më shumë në klinika serioze. Tani do të bëj një pyetje, meqense jemi këtu. Ti ke patur një kliente ose një paciente të cilës i ke thënë shiko se mos ndoshta do të bënte mirë të shkoje tek një psikolog. Pra, apo ekziston ky ngërçi akoma nga ana juaj? Okej, duke marrë dhe eksperiencën e Afërditës që ti e një vet, e cila mund ta trajtoj edhe në anën e aspektit psikologjik, ajo ka një dhunti edhe një profesionalizëm për shkak të eksperiencës së saj ndër vite, padyshim është më e lehtë edhe kjo pjesë e këshillimit me klientët apo edhe një bisede paraprakisht kur vëmë re raste të tilla te klientët. Megjithatë ne kemi zgjedhur në kaq vite eksperiencë që të jemi shumë të drejtë për drejtë dhe në momentet të cilat nuk janë raste për të trajtuar, nuk i marrim përsi për t'i trajtojmë ose i bëjmë atë trajtim minimal, diçka vërtet minimaliste, thjesht për t'u ndjerë shumë mirë atë ditë edhe jo për të shkuar më tej në trajtime estetiko-mjekësore që mund t'jenë më të avancuara. Po, jo, kjo është gjë shumë e mirë që ekziston dhe madje ti e di që unë nuk bëj asnjëherë komplimente, ti e di që unë nuk reklamoj asgjë në rrjetet sociale, por për Afërditën i kam 2 fjalë. Sinqerisht. Se tani është kjo moda, do iki në Tiranë të bëj trajtime estetike sepse aty janë profesionist. Ndërkohë që unë e them me bindje, sepse jo vetëm që kam 10 vite që vi në klinikën tuaj, por njoh higjienën
profesionalizmin, kujdesin, mbështetjen emocionale në fundit, etj. Që ju keni. Dhe klinika juaj ndodhet në Durrës, dakord? Është një klinik e cila ndodhet në këtë qytet, por unë jam e bindur që është shumë më e mirë se ato që reklamohen ndonjëherë në për këto qytete do ikin Tiranë etj. Pra e kemi në Durrës, është fantastike. Shumë faleminderit vërtet për këto fjalë të Dhe ngrohta. nuk e them pa asnjë interes, thjesht sepse eksperienca ma ka treguar. Shumë faleminderit. Faleminderit që na ke zgjedhur ndër vite, faleminderit për këtë bisedë shumë informuese do të thoja, që e ndave me të gjithë ndjekësit tan. Dua të mbyll këtë episod duke treguar se shëndeti fizik dhe ai emocional ecin gjithmonë së bashku. Nëse ky episod ju ka pëlqyer dhe ka qenë informues, mos harroni të ndani komentet tuaja me ne. Faleminderit.